Jemi rikthyer sërish në studio pas një diskutimi vërtet të rëndësishëm për pensione, duke qenë se ka qenë temë diskutimeve të zjarta, qoftë kjo për orientimet e FMN-s, për rritjen e moshës, por njëkohësisht me zotin Fadil Kepi kemi bërë një analizë të mirëfillt në studio. Tashmë është përfolur ditët e fundit për sëmundjet të ndryshme shëndetësore të cilat kanë patur një lloj vëmendje aq më tepër në ditën botërore të zemrës apo edhe të problemeve kardiovaskulare apo qofshin këto edhe neurologjike. Për këtë do të flasim sot dhe kemi kënaqësi që sërish në nivel specialistësh dhe mjekësh të njohur, profesorësh, ne ta bëjmë këtë diskutim në studio. Sigurisht në studio të jetë një profesionist, kurse dhe klevisja e kësaj zoti Agron Islama, mirë se vjen dhe kënaqësi që të kemi në studio. Mjek neurolog natyrisht për të informuar më shumë në lidhje me disa problematika të cilat ne mund t'i hasim në përditshmëri, por për hir të së vërtetës nuk e kemi atë informacion të nevojshëm për t'i paraprirë apo jo. Tham dhe ne kemi vënë re që gjatë këtyre ditëve ka qenë si kryefjalë diskutimi ky problem. Pse profesor ka ndodhur që pikërisht gjatë këtyre ditëve ta shohim më në qendër të vëmendjes? Sepse është bërë problem e këto sëmundjet, sidomos sëmundjet e enëve të gjakut, qofshin të zemrës, që është diskutuar dhe që ishte para disa ditësh, por dhe sëmundjet e enëve të gjakut të trurit, të cilat janë shtuar. Këto sëmundje bile vinë fill mbas sëmundjeve të atyre të zemrës, atyre sëmundjeve kancerogjene, dhe njëkohësisht këto pra zënë vendin e tretë, por nuk është mjafton vetëm kjo, është dhe një shkak tjetër dhe një arsye tjetër, sepse këto kanë filluar të prekin moshat e reja. Dhe me këtë rast ne duam të ndërgjegjësojmë, domethënë njerëzit duhet pikërisht për të ndërgjegjësuar njerëzit, sepse dikur ne shikonim që këto sëmundje të enëve të gjakut, për shembull të trurit, që flasim konkretisht, shikoheshin në moshat e vjetra, mbi 60 vjeçare, ndërsa sot ne mund të shikojmë edhe në mosha më të reja, që janë dhe mosha më produktive, 35, 40 dhe më tutje. Kështu që këto janë probleme, domethënë nga ndonjëherë mund të shikojmë edhe në mosha më të reja bile. Po, kur kemi për shembull të bëjmë raste specifike, por mosha që ka filluar tashmë janë moshat e reja. Dhe duhet mos harrojmë që këto janë domethënë sëmundje që krijojnë invalidizim të njerëzve. Është pikërisht, sepse në qoftë se, më fal se ndërprerja. Po, në qoftë se ne nuk ndërhyjmë në kohën e dur, këta të smur kthehen në smur invalid për të jetën. Risku është shumë i madh. Nga konstatimet tuaja të përditshme, nga puna juaj intensive, natyrisht e keni parë nga afër këto raste. Ka një profesor, pse është ulur mosha e prekjes këtyre personave? Sikur se ju po e theksoni. Janë pikërisht, domethënë, streset ose ato situatat e vështira që kalojnë njerëzit në të gjitha rrafshet, qoftë në rrafshin, domethënë ekonomik, qoftë në rrafshin social, ose edhe në fushat të tjera. Ka çdo aspekt jetësor, duket se ndikon tek enët e gjakut. Patjetër. Po kështu domethënë janë edhe mënyra e ushqyerjes. Për shembull, ne shikojmë që shumë njerëz janë drejtuar fast foodeve ose marrin më tepër brumra se sa domethënë ushqime të pasura me perime dhe me vitamina. Po kështu domethënë si rezultati këtyre streseve shtuar hipertensioni arterial, pra tensioni i rritur, gjë që është një nga faktorët që ndikon. Por kështu ka filluar të përdoret duhani me shumicë, sepse shumë njerëz gjejnë domethënë atë ngushëllimin, nëse mund ta quaj kështu, mbështetjen e këtyre gjërave tek duhani ose tek alkooli, por gjë që nuk është as pak e drejtë, sepse aty që thuhet me të drejtë, domethënë që duhani dhe alkooli, domethënë krijojnë një varg problemesh dhe janë rrezikshmëri për shëndetin. Pra janë një varg faktorësh që ndikojnë në këtë. Automatikisht të përmendur të gjithë faktorët. Unë do doja të dija qoftë edhe për publikun të kuptojmë se çfarë do të thotë problemet me enët e gjakut në tru, qoftë me piksin e gjakut, apo problemet të cilat janë edhe vdekje prurse dhe çojnë deri në le të themi mos funksionimin absolutisht më pas të trurit, në paralizimin e komplet funksioneve të të gjitha organeve tona. Le të sqarojmë disa nga sëmundjet që shkakton pirja e gjakut në tru, që në vetvete është një problematik. Atëherë, së pari duhet të sqarojmë domethënë një problem të tillë. Kemi dy lloj kategorish. Kemi zënjet e enëve të gjakut të trurit, por kemi edhe çarjet e enëve të gjakut të trurit, pra ato që quhen aksidentet hemorragjike të trurit. Për sa i përket aksidenteve iskemike ose ato që ne quajmë pra zënjet e enëve të gjakut të trurit, këto kanë një shtim më tepër se sa ato me hemorragjiket, por megjithatë ka momente që mbizotron njëri karshi tjetrit. E para, shkaqet janë pikërisht ato që unë përmenda pak përpara. Por përveç kësaj, domethënë, ndikojnë, për shembull, thash, edhe sëmundjet e enëve të gjakut të
zemrës. Po kështu do më thënë, thash veset e zemrës, prandaj ka shumë rëndësi parandalimi i këtyre sëmundjeve. Në rastin konkret, pra, çfarë? Depistimi, ajo quhet depistimi. Gjë që kohët e fundit për fat të keq, ne kemi, si mjekësi kemi gjunahet tona, si mjek, por edhe vetë personat, edhe njerëzit, nuk e kanë këtë, do më thënë, kulturë mjekësore që të shkojnë tek mjeku, jo atëhere kur është i sëmur, por të shkojnë tek mjeku atëhere kur kanë, të shkojnë herë pas here. Për të kontrolluar, pra që paraprim problemeve të ndryshme. Pikërisht për këtë. Për shembull, bota jashtë, bota e qytetëruar, mund ta bëj këtë kontroll të paktën një herë në vit, edhe e bën një herë në vit. Dhe për shkon te mjeku i familjes, ai nuk të jep mjekimin ose të detyron të shkosh të bësh ekzaminimet. Dhe kështu që ne mund të parandalojmë shumë sëmundje. Mund të parandalojmë sëmundjet e zemrës, mund të parandalojmë sëmundjet e tensionit, mund të parandalojmë diabetin, që janë dhe gjithashtu shkaktarët kryesorë të këtyre sëmundjeve. Pra të sëmundjeve të emëve të gjakut të trurit që flasin, ose edhe të një kanceri, sepse edhe kanceri sot po bën kërdim, pra është në vendin e dytë pikërisht. Çfarë ndodh në fakt kur kemi probleme të pakta me bllokimin e enëve të gjakut të trurit? Po, në rast të parë një herë prishet, domethënë i smuri në rast të parë ka një deficit ose një pamundësi për të lëvizur pjesërisht ose plotësisht anësitë e një rësane. Mund të ketë kriza, domethënë, të sëmundjes së tokës. Përveç kësaj, domethënë, mund të bjerë edhe në atë që quhet gjendje e komës ose gjendje e gjumit. Në këto raste, domethënë, thash, ndodh kjo, por e ndryshme mund të ndodhë, ndërsa aksidentet iskemike ndodhin gradualisht, pra, këto zënjet e enëve të gjakut të trurit, ato hemoragjiket ndodhin janë të menjëhershme dhe i smuri, domethënë, bie në atë që quhet gjendjen e komës ose në gjendjen e gjumit. Pra, dhe kjo është e shkallëve të ndryshme. Përveç kësaj që të shfaqet dhe me një varg shenjash të tjera, siç janë domethënë çrregullimi i pulsit, tensionit, frymarrjes ose njëkohësisht edhe rritje e tensionit e tjera, se pavarësisht se gjaku i këtij të smuri, pra i këtij personi, po prapë ky është një trup i huaj që bie në sistemin, domethënë në trup. Këto janë domethënë disa në përgjithësi, domethënë disa nga shenjat e këtyre sëmundjeve, por njëkohësisht prandaj si thua vë pikën mbi i kur i thonë, në këtë rast që duhet bërë depistime, sepse thash në moshat e reja, sepse në moshat e reja ne mund të kemi ato që quhen nga si rezultati streseve këtyre të tjerave, shkaqeve të tjera, mund të kemi ato qeset që krijohen në enë të gjakut, që në një moment caktuar, në një moment stresi, në një moment sforcimi, ato mund të çahen dhe të krijojnë një hemoragji tek personi në fjalë pra në moshat e reja. Kështu që kjo ka shumë rëndësi, domethënë të vjet tek. Po. Në fakt, këta pacientë të cilët preken nga kjo lloj problematike, doktor, a mund të kenë shenja dalluese tek vetja përpara se të shkojnë tek mjeku, të cilat në një farë mënyrë paralajmërojnë për një sëmundje të mundshme në fizikun e tyre? Patjetër, kanë, për shembull, mund të kenë një dhimbje koke. Një dhimbje koke shumë e fortë, e pa dominuar, e pa mjekuar nga të gjitha preparatet që ne kemi. Sigurisht. Po, nga ndonjëherë mund të ketë një mpirje të lehtë që kalon, mpirje kalimtare që i themi ne. Përveç kësaj, domethënë mund të kenë nga ndonjëherë dhe në një raste më të rënda pastaj, edhe në një krizë me mpirje dhe dridhje për shembull të anës të një rësan. Atëherë detyrimisht këto janë shenja dalluese, në fakt nuk janë të përgjithshme, nuk janë të përgjithshme. Po, pikërisht. Por ajo që është më kryesorja, që ne i kushtojmë shumë vëmendje bile, shqyr që kemi ose si të thuash, tani në mjekësi janë futur një varg ekzaminimesh që nuk janë ofensive, dhe pra nuk janë dhe të dhimbshme, siç është skaneri, rezonanca. Në këto raste, domethënë, ne duhet i nështrohen, ose ne Kjo është forma pra që identifikohet dhe diagnostikohet të lloji sëmundjes. Pikërisht për këto. Domethënë për identifikimin e këtyre sëmundjeve. Prandaj ka shumë rëndësi, domethënë, që të kapen në kohë dhe të mjekohen. Dhe sot bile këto kohë të fundit është futur në mjekësi edhe ajo që quhet telemjekësia. Pra mjekësia që ne tashmë nuk mjekojmë vetëm në Tiranë, në qendër, por edhe në përrethë. Pra shpërhapet kjo, ose orientojmë nëpërmjet qendrës mjekët specialist në përrethë për zonat të ndryshme. Ka njëkohësisht, sepse ka dhe një tjetër rëndësi, sepse kohët e fundit është mjekësia ka ecur përpara dhe sidomos në fushën e neurologjisë dhe të neurokirurgjisë, kur mund të ndërhyje, sidomos në fushën e kirurgjisë së enëve të gjakut të trurit,
në orët e para dhe kur futet dhe ndërhyet në orët e para, atëherë i smuri mund të kthehet dhe në normalitet, pra të korrigjohen ato defekte, pra të shkrihet trombi, ose njëkohësisht domethënë të hiqet ky i fundit, ose kur kemi ato qeset në enë të gjakut, lidhen dhe pra hiqen dhe përpasoj smuri kthehet në normalitet shumë shpejt. Ne kemi plot raste të kësaj natyre që ata janë kthyer dhe po bëjnë jetën normale. Bile kemi dhe nuk dua të përmend emra, por kemi gazetar, njerëz të nderuar që kanë pasur probleme të tilla. Por që e kanë kapur në kohë që janë kapur në kohë dhe janë bërë, domethënë. Në momentin jo, patjetër. Pra alarmi duhet vendosur që kapja e këtij problemi duhet preket që në orët e para, sepse në qoftë se ne e lëm, atëherë do të kemi më pas edhe probleme të mëdha siç u tha të gjendjes së komës. Megjithatë, ka një lloj le të themi më pas kurimi të vazhdueshëm të individit, si vazhdohet në fakt dhe si procedohet me një të smur i cili fatkeqësisht bie viktime kësaj sëmundje, deri në format më ekstreme të saj, siç mund të jetë gjendja e komës apo krizat që ju i përmendët. Si procedohet për të kuruar? Në këto raste, domethënë këta shtrohen ato reparte që quhen repartet e mjekimit reanimacion ose të mjekimit intensiv. Detyrimisht luftohet për ajtjen e trurit që krijohet në të dy rastet, qoftë në zonin e enëve të gjakut të trurit, qoftë dhe në hemoragjinë e trurit, po kështu, domethënë mjekohen dhe pasojat, për shembull mjekohet hipertensioni ose tensioni i rritur, ose mjekohet në bashkëpunim me kardiologun edhe një sëmundje e zemrës që ka krijuar, një ves i zemrës që ka krijuar këtë të fundit. Përveç asaj, domethënë 2-3 ditët e mëtejshme, fillohet dhe mjekimi, për shembull, nëse do të kemi një zënje të një enë të gjakut të trurit, nëse nuk arrihet bëhet domethënë ndërhyrja neurokirurgjikale e vazave, atëherë në këto raste bëhet shkrirja e trombit, pra shkrirja e asaj cope të gjakut të mpiksur. Dhe ndërsa në rastet e hemoragjive mund të bëhet tërheqja. Në rast të kundërt, pastaj nëse nuk bëhet kjo, fillohet domethënë me mjekimin, bëhet ajo paksimi ose thithja indirekt e kësaj zone që është hemorragjia e trurit. Pra dhe me medikamente, por edhe me ndërhyrje të tjera, apo jo? Po, pikërisht. Përveç kësaj pastaj, që ditët e para, ne i kushtojmë kujdes, domethënë edhe riaftësimit, pra rimarrjes atyre funksioneve që janë të dëmtuara, për shembull paraliza dorës, këmbës, turbullimet e frymëmarrjes ose turbullimet sepse këta smur shpeshherë mund të bëjnë ato që quhen bronchopneumonit, domethënë të ftohtat që janë nga thithja e sekrecioneve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, ose mund të bëjnë infeksione urinare ose infeksione të tjera, domethënë që kanë shumë rëndësi, ose dhe ato që janë plagët që krijohen nga pozicioni i keq, kështu që ne marrim masa për të gjitha këto gjëra për t'i luftuar, dhe nëse këta të smur mjekohen në mënyrë të korrekte dhe drejtë, këta të smur shumë shpejt, domethënë mund të rekuperohen dhe të jenë në një gjendje normale. Por ju po theksoni që gjithashtu shfaqen edhe njësër sëmundjesh të tjera, duhet të në momentin apo jo që preken nga problematika e enëve të gjakut. Prandaj ka shumë rëndësi masat parandaluese. Unë i mbëshoj dhe i kushtoj vëmendje masave parandaluese, siç bëjnë ne të gjithë në mjeksi, për të vetmen arsye sepse këto sot për fat të keq, sikur janë harruar qoftë nga njerëzit, qoftë dhe nga ne personeli shëndetësor, pra duke pasur dhe ne gjunahet tona në këtë drejtim. Kështu që, domethënë, i bëj thirrje të dy krave, qoftë njerëz të ndërgjegjësohen në këtë drejtim. Nuk ka asgjë të keqe nëse të paktën një herë në vit i nështrohemi ekzaminimeve. Dhe do të shikojmë që shumë sëmundje që sot janë sëmundje të shekullit, domethënë do të fillojnë të paksohen dhe do të jenë në minorancë, pra do të jenë shumë më të pakta. Dhe nuk do t'i kapin në ato stade që ne nuk kemi të drejtën dhe si mjekësi nuk kemi që të bëjmë. Sepse janë në një gjendje të rënduar. Dhe faktikisht, nga rastet që ju keni konstatuar, fatkeqësisht mund të themi që janë raste të rënduara, që do të thotë kanë mbritur tek mjeku në momentin kur ka evoluar sëmundja? Shumica për fat të keq kështu është. Unë punoj dhe në shërbimin ambulator dhe i kam parë që shumë njerëz vinë. Për shembull, sot, sa po erdha para se të vija në studio, më erdhi një rast nga Vora e Tiranës, më erdhi mbas 3 ditësh që kishte psuar një aksident iskemik të trurit. Pra, ishte, domethënë, pse duhet të rinte 3 ditë? Qoftë mjeku i familjes nuk do ta linte të vinte pas 3 ditësh,
Por edhe veti familjarët duhet interesosh ose veti smurit duhet vinte. Kjo mund konsiderohet një urgjencë Një apo jo? urgjencë Jo më të pikërisht. presësh plot 3 ditë. Jo, pikërisht kështu ndodh. Në pjesën më të madhe. Në fakt është e çuditshme, meqense jemi te rasti konkret, në 3 ditë çfarë ndodh me një? Po në 3 ditë ndodhin fenomene të tilla që janë të pakthyeshme, sepse në truri, domethënë, ka një cak të caktuar dhe brenda një periudhe të caktuar aty ndodhin ndryshime që janë të pakthyeshme. Pra, në qoftë se unë ndërhyj ditët e para, 24 orëshin e parë, mundësisht të paktën 24 orëshin e parë e theksoj këtë, atëherë dhe rezultatet janë shumë të mira. Ndërsa mbas 24 orëve, rezultatet, fillojnë të jenë të dyshimta. Si trajtohen sot këta smurë në Shqipëri? Kemi ne të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të kuruar? Po, infrastrukturën e kemi, por duhet një çik më tepër për kushtim. Për mua, kjo është kryesorja, për kushtim. Dhe, sikur të kohët e fundit, kemi filluar t'i lëm një çikër, ato studimet depistuese, ose studimet, për të parë dhe për të zbuluar në kohë këtë smundje, qoftë nga ne mjekët, thash, po edhe nga familjarët duke u nisur nga problemet e përditshme, harrojmë atë që quhet depistimi ose profilaksin e mjekimit të smurëve. Pse? Sepse është më vështirë të parandalosh se sa të mjekosh. Kjo është një thënie që nuk e them unë, por e thuhet në mjeksi, të gjithë mjekët, e thonë të gjithë mjekët, por duhet patur parasysh. Dhe që është mjaft e rëndësishme. Ku konsiston depistimi, profesor? Kontrolli që ne duhet bëjmë për të kuptuar në qoftë se jemi të predispozuar për të prekur nga një sulm i tillë. Ku është një vizitë thjesht tek mjeku i familjes, sa mund të dallojë ai në fakt në qoftë se kemi shenja të para të mundshme të kësaj gjëje, apo duhet një vizitë e detajuar tek ju, tek neurologët? Shikon si është problemi, ju me të drejtën shtroni këtë pyetje. Puna e parë fillon që të mjeku i familjes, i cili duhet jetë një mjek i përgatitur dhe të njohë shumë mirë fushat të ndryshme të mjekësisë. Pra, të paktën nuk do t'i njohë me otësi, por duhet të di dhe të orientoj të sëmurin. Në qoftë se vete, për shembull, një sëmur që është me dhimbje koke, ka zënë, duhet të thellohet një çikër të paktën nga se ka këtë dhimbje koke, ose ka raste, për shembull, që ka tension të rritur. Këtij smuri që është me tension të rritur, jo vetëm mjeku familjes, por dhe në bashkëpunim me kardiologut, duhet ta ndjekemi me korrektesë. Pse? Sepse në ky tension i rritur mund të bëhet shkaktar që ta çojë të smurin për fat keq deri jo vetëm në invalidizim, por edhe në vdekje. Sepse mund të ndodhë një aksident i trurit, siç i përmendëm pak përpara. Po kështu pra thash, ose një varg sëmundjesh mund të zbulohet një varg sëmundjesh të tjera, siç është për shembull smundjet e vesët e zemrës, ose po kështu për shembull smund një anemi, ose shumë smundje të tjera që mundet të bëhen pastaj t'japin drama vaskulare ose drama të tilla siç përmendëm pak përpara. Prandaj ka shumë rëndësi që te mjeku i familjes, por jam dhe me atë që me grupe mjekësh specialist, her mas here duhet bërë kjo, që të studiohen grupet ose njerëz ose rastet caktuara që ju e caktuara pra për t'i parandaluar këto lloj sëmundjesh. Por thash baza, celula kryesore ose qeliza kryesore ngelet mjeku i familjes për mendimin tim. Dhe pastaj hapi i parë dhe ai pastaj duhet i orientoj tek mjekët specialist, qoftë ke neurologët, qoftë ke kardiologët, tek problemet e tjera të cilat mund të prekin një individ. Në fakt ju thatë që keni edhe një shërbim më të zgjeruar në këshillimin që bëni edhe për te Tiranës, apo jo profesor, edhe në vendet e tjera. Nëse referohemi këtyre rasteve për cilat po flasëm, mund të themi që e njëjtë situata jo vetëm në kryeqytet, por edhe në rrethinat e qytetet e tjera të Shqipërisë. Po. Tashti, mund të them këtë, me që se unë lëviz një qikë shumë dhe në përrejthe. A jeni dhe vetë prezent pra në rastet caktuara? Për shembull, unë shkojnë për disa rrethet, ku më kërkojnë detyrimisht, dhe ndjek, por shof një gjë që mua, me të drejta ngritët dhe juve, që ne shumë raste i kapim me vonesë. Pra, familjarët ose dhe mjekët, i kapin me vonesë, ose dhe të smurët shkojnë me vonesë tek mjeku specialist. Por, me gjitha të mund të them një gjë, që për shërbimi shëndetësor, sidomos në fushën e neurologjisë, shoh që është përmirësuar dhe kemi mjek shumë të mirë edhe në përrejthe që bëjnë një punë të përkushtuar në këtë drejtim. Kështu që në këtë rast dhe i falenderoj, me këtë rast është momenti që ka për përkushtimin e tyre që kanë në këto raste.
Dhe janë të dedikuar ndaj pacientëve të cilët kanë të tilla problematike. Pra, theksi duhet vënë tek vizita e mjekut, tek le të themi profesionalizmi që një mjek i familjes duhet ketë dhe investimi që shteti, por edhe vetë individët duhet bëjnë për të qenë profesionist dhe sigurisht më pas edhe tek reagimi i menjëhershëm për këtë lloj sëmundje që në fakt fatkeqësisht duhet thënë kemi një ulje të moshës. Në qoftë se do flasim për në Shqipëri, cila është mosha ose rasti konkret që ju keni parë mosha më e ulët? Që keni trajtuar ndoshta edhe vetë. Mosha më e re, për shembull, që pash këto ditë ishte 35 vjeç. Një djalë, domethënë 35, djalë nuk mund ta quaj, domethënë një i ri 35 vjeç me një aksident hemorragjik. Pra, që ishte me një aksident hemorragjik, tash të them të drejtën, një isëmur që sepse hipertensioni kishte pasur një hipertension si rezultat e një stresi, por njëkohësisht ishte edhe një person që kishte përdorur duhan me shumicë, por edhe alkoolin njëkohësisht, dhe kjo përpasoj kishte dhënë këtë problem. Pra problemin e kësaj sëmundje. Del një herë në pa. Prandaj dhe e theksova këtë. E alkoolit dhe duanit. Po. Dhe në domet që thekson në pjesë më të madhe të rasteve. Dhe duket se ja vlen të ndaleni e të mendoni seriozisht miq të dashur se një problematikë e tillë mund të ndodhë çdo kujt dhe sikurse edhe profesori tha, të parandalosh është më lehtë sa të mjekosh edhe të japësh zgjidhje problemit. Ndaj do të ishte mirë që për veten tuaj, për jetën tuaj apo të familjarëve tuaj të ndërgjegjsoni dhe të realizoni qoftë her pas here një kontroll të detajuar. Profesor, faleminderit shumë që ishit me ne në studio dhe faleminderit që gjithmonë ndërgjegjsoni publikun për të hequr mënjan një problematikë të tillë apo jo. Është i gatshëm çdo ditë në shërbimin e tij apo jo? Profesor në Poliklinikën Qendrore. Po. Për ishte kënaqësi që bile dhe faleminderit juve që bëm që të informojnë njerëzit në këtë drejtim. Kemi gjithmonë nevojë në fakt për këshilla profesionistësh, ndaj nuk ndalen asnjëherë për të qenë prezente në One Morning. Shkojmë në muzikën e Kaltina Selimit, rikthehemi pas pak në minutat e fundit të transmetimit.